një kapërcimi tjetër të madh dhe një projektimi në të ardhmen fal teknologjisë. Dhe faktikisht në dijenin time çfarë po demonstrohet sot do të jetë në dispozicion të publikut, në dispozicion të raportit mes qytetarit dhe shtetit dhe në dispozicion të ekonomisë sonë në fillim të vitit të ardhshëm. Në ndërkohë që Bashkimi Evropian po ashtu po përgatitet për identitetin digjital dhe objektivi i shpallur i Bashkimit Evropian është që në vitin 2027 qytetarët e BE-s të mund të pajisen me identitetin e tyre digjital. Ne do të jemi një vit më parë dhe e theksoj këtë jo për të nënkuptuar apo për të afirmuar ndonjë përparësi tonën, po për të rikujtuar edhe një herë se përparësia që teknologjia i jep çdo vendi që e përqafon atë dhe që i drejtohet asaj për të kapërcyer pengesa që nganjëherë janë edhe historike, është një përparësi e jashtëzakonshme që personalisht unë e quaj një bekim i kësaj kohe.